kandidatja për kryetare të kuvendit deputetja Albulena Axhiu, e propozuar nga subjekti Lëvizja Vetëvendosje nuk i mori votat e nevojshme, andaj ftoj përfaqësuesin e Lëvizjes Vetëvendosje që ta propozoj kandidatin për kryetar të kuvendit të Republikës së Kosovës. Kryetarja apo kryetarja ju njoftoj se zgjidhet me shumicë të votave të deputetëve, së paku me 61 vota për. Përshëndetje, atëherë, nderuari kryesues, Lëvizja Vetëvendosje propozon atë që gjithmonë ishte propozimi ynë, zonën Albulena Axhiu për kryetarët të kuvendit të Republikës Kosovës. Të nderuar kolegë, ju lutem gjithëve që ta mbështesni dhe të dalim nga kjo blokadë. Faleminderit. Në sallë jemi 115 vetë, më falni, 117 vetë, pra kemi quorum. Lusë deputetët që me ngritje dore të deklarohen për kandidatën në propozuar në këtë rast për kryetare të kuvendit deputetën Albulena Axhiu. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Të nderuara deputete, të nderuar deputet, të nderuar pranishëm, shërbimi i deputetëve konstaton se në sallë kanë votuar 57 deputet për, 46 kundër dhe 3 kanë abstenuar. Në bazë të rezultateve të votimit, nuk kalon kandidatja për kryetare dhe seanca ndërpritet për të premten 25 prill në ora 11. Ju falemnderit.